E dikush është poshtërsia këtu kur thonë që ja shiti Sazani. Ai në fakt do bëj Sazani është 2 male, ka për sa ha një fshat turistik. Një mal. Po. Edhe ai se po ta merr tokën, thjesht është investitor, siç kemi qendra investitorë të huaj që vinë këtu edhe blejnë tokën, bëjnë investim. Sala nuk la bashkëtar vetin pa ja dhënë me 1 euro, po këtu e ka problem tek kushtënëri, po e mori kushtënëri. Atë që të ndërtoj aty. Dhe po të shohë është gjithë baxhellat kështu në shitën, e morën Sazanin. Po, dhe nuk flasin. Nuk flasin, jo, e di kush flasin, këta që shkojnë bëjnë pushime në Greqi. Po. Për shembull, unë s'kam dëgjuar grek të thotë që na e zum Bregdetin. Po, e vërtetë, po, shumë e vërtetë. Jo, po e the marrin për psikopat. Nuk janë rregull nga trut e kokës. Pikërisht. As kam dëgjuar as në një turk që thotë na zum Bregdetin. Po ndërtojnë resortën Bregdetit. Turqia me ato resortën mbahet. Shkojnë shqiptarët, resortet e turku shkojnë. Këtu nuk duan të shkojnë. Asnjë Maqedonas. Po. Jo, asnjë Maqedonas që kanë një liçen mo? Po që ka i tuf investimesh ruse, amerikane etj me radhë. As Malizi. Malizi, bravo.